Selam aleikum, thotë Hoxha Irfan, a kështë kandidu për lider, qytetit tuaj nëse populli ju dënë për lider? Muslimani duhet synu pak manalt, bash për qytet jo, për nashta manalt nashta. Këtë është çështja e qëndrimit të islamit në këto çështje. Unë për veti ende nuk e kam qëndrimin e prerë në lidhje me vetë këto, jo si jam të folë për aspiratat e mia personale, po thjesht për atë se si duhet vepru në momentet në cilat Kosova, Maqedonia, Shqipëria, përgjithësi populli ynë është duke i kaluar, mund të them se janë momente të kthesës historike ku dal ka dal jemi duke i hap syt, nuk jemi më pjesë viktimizuese e regjimit që ka qenë të kaluar, kur alhamdulillah tash njerëzit kanë njohuri më të thella edhe për politikën, edhe për historinë, edhe për fenë, dhe janë në gjendje të marrin vendimet e duhura inshallah shumë më mirë se sa në të kaluamën tonë. Gjendja jonë sot është një gjendje në të cilën sikur në Ramazan kur don më uqu për syfyr, edhe e nin që për të qenë gruaja ose nona, për të qenë diku e shtëpi, po s'ki fuqi me lëviz. Je i vetëdijshëm se ç'është duke ndodhur, por s'ki fuqinë e lëvizjes. Kështu mendoj se është edhe me popullin tonë, po edhe me ummetin përgjithësi, inshallah Allahu Teala na jep urtësinë, dijen edhe fuqinë inshallah për të ndryshuar ka e mire.